E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Tani në këtë minutazh do të flasim për atë rikthimin e shumë pritur në fakt të gjithë fansave të tij, por edhe të muzikës shqiptare, rikthimin e Gjestit. 360 është kompania muzikore e cila merret me menaxhimin e Gjestit, të famës së tij, të këngëve të tij, të publikimeve të këngëve dhe gjithçka që në fakt një artist e dominon në veten e tij. Tani, fansat po bëjnë një tifo për klikime të këngës së Gjestit Veshu e Ndreçu. Kjo është kënga në fakt e para edhe e fundit që u publikua nga Gjesti pas daljes së tij nga Big Brotheri. Më pas domethënë pati një shkëputje në muzikë nga arsye që ju dini shumë mirë që pati konfliktin me kompaninë Onima, që Onima nuk jepte të drejtat e monetizimit dhe të publikimit të këngëve të Gjestit në kanalin e tyre zyrtar, që tashmë po menaxhohet nga 360 dhe nisi një konflikt virtual kundër drejt të dy palëve që Onima merrte çdo këngë të Gjestit dhe postonte edhe në kanalin e tij. Por çfarë po ndodh tani? Ju e dini shumë bukur që 360 nëpër të gjithë postimet që ka bërë në Instagramin e tyre nuk është se ka hequr dorë nga Gjesti. Domethënë, edhe në urimet që bëri të datës 28 nëntor, ku ishin këngëtarët që menaxhohen nga 360, domethënë shtëpia muzikore 360 nga Bonart Ajvazi, në mesin e tyre ishte edhe Gjesti, këngëtari që bëri urimet e 28 nëntorit. Në festën e Halloweenit ishte edhe Gjesti në mesin e tyre. Kjo nuk kupton që Gjesti nuk është se ka hequr dorë nga muzika dhe kjo nuk kupton që Gjesti vazhdon akoma ndiqet nga kompania 360, por ka kërkuar një periudhë afati kohor për reflektime dhe për qetësim shpirtëror nga tragjedia që e mbuloi familjen Kelmendi me humbjen e vllaut të tij Eldionit. Nga informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë, kemi arritur të kuptojmë që Gjesti po bëhet gati për rikthimin e tij. Domethënë po punohet një këngë për të, një videoklip që Gjesti do të rikthehet me një këngë dhe do të rikthehet fuqishëm. Por ky rikthim ka një mesazh prej në ditën kur Gjesti do të ngjitet në skenë dhe në vazhdim, që rikthimi i kushtohet vëllaut të tij, që rikthimi i kushtohet zemrës së tij, që rikthimi i kushtohet njeriut për të cilin Gjesti fliste me shumë emocion dhe fliste me shumë dashuri brenda shtëpisë së Big Brother. Domethënë pikërisht bëhet fjalë për Eldionin. Dhe të gjithë këtë rrugtimin e bukur, të gjithë këtë artin e bukur që tashmë Gjesti do cilën në skenë ndër vite, do t'i kushtohet vëllaut të tij Eldionit të dashur. Gjestin do ta presim shumë shpejt në skenë, por fansat me patjetër që bëjnë edhe alarmimin që të mos të harohet kënga Veshu e Ndreçu, të votohet nëpër të gjitha platformat të ndryshme si në Top Albania Radio, të klikohet edhe në YouTube që fama e Gjestit të ri në shkallën të cilën Gjesti e meriton që t'jetë. Por që Gjesti do të rikthehet, këtë do ta presim shumë shpejt dhe do të jetë një rikthim gjigant. Tani, a do të jetë menaxhimi i Gjestit ashtu siç është menaxhimi i Ylli Limanit, domethënë me koncerte gjigante, me këngë gjigante, domethënë reklam gjigante siç i bëhet Ylli Limanit, këtë do ta shohim, por me patjetër që dhe Gjesti nuk do të jetë në menaxhim të thjeshtë. Domethënë, ju fansat e dashur të Gjestit, po ju informojmë që Gjesti do të kthehet shumë shpejt dhe ky rikthim besoj që do të jetë një ndër rikthimet që do të na afasionoj të gjithëve dhe do të na doj të gjithëve. Hajde, dua të marr mendimin tuaj, si e prisni ju Gjestin me rikthimin e tij në skenën muzikore.